Përshëndetje miq. Mirë se erdhët në një video të re, ku sot do të flasim për diçka shumë të vlefshme për shëndetin dhe energjinë tuaj, çajrat natyral. Shpesh kërkojmë mënyra të thjeshta dhe të shëndetshme për ta përmirësuar energjinë, për të qetësuar trupin, për të mbështetur tretjen dhe për të forcuar imunitetin. Çdo kulturë në botë ka çajra shërues dhe sot ne do të shohim disa prej tyre që mund t'i përgatisni lehtësisht në shtëpi. Le t'i shikojmë një nga një dhe të kuptojmë se çfarë bëjnë, si përgatiten dhe në cilat momente të ditës japin rezultat më të mirë. Rozmarin. Rozmarina është një nga çajrat më të vjetër natyral për energji mendore dhe për qëndrim. Është ideale për ata që punojnë shumë mendërisht, studiojnë ose kanë ditë të ngarkuara. Përfitime. Rrit qarkullimin e gjakut në tru, përmirëson kujtesën dhe fokusin, qetëson nervat dhe ul stresin, ndihmon në tretje. Si ta përdorni në jetën e përditshme? Nëse ndiheni të lodhur gjatë mëngjesit ose pas një dite të gjatë pune, një filxhan çaj rozmarine ndihmon të qartësoni mendjen dhe të riktheni fokusin. Përgatitja. Një lugë gjelle rozmarin ose disa deg të freskëta. 250 ml ujë të nxehtë. Lëreni 10 minuta. Kombinimi rekomanduar: rozmarin plus limon për më shumë freski dhe fokus. Xhenxhefil. Xhenxhefili njihet për fuqinë e tij për të ngrohur trupin dhe për të nxitur qarkullimin. Në ditët kur ndiheni të rënduar, pa energji ose keni të ftohur trupin, ky çaj është ideal. Përfitime. Rrit energjinë natyrale, përmirëson tretjen, ndihmon në ftohje dhe grip, zvoglon nauzen. Për përdorim praktik. Nëse pas një vakti ju zë përgjumja, një çaj xhenxhefili ndihmon të përmirësoni tretjen dhe të ndiheni më të lehtë. Përgatitja. Copëzica xhenxhefili, ujë të nxehtë. Lëreni 8 deri në 10 minuta. Mjalti mund të shtohet pasi të ftohet pak. Kombinimi rekomanduar: xhenxhefil plus limon për energji më të fortë dhe imunitet. Deri tani kemi përmendur disa çajra shumë të fuqishëm dhe jam kurioz. A keni provuar ndonjërin prej tyre më parë? Nëse po, si u ka ndihmuar? Shkruani poshtë në komente, përvojat tuaja mund të ndihmojnë edhe të tjerët. Çaj ginseng. Ginsengu është çaj i energjisë natyrale. Shumë përdoret nga njerëzit që kërkojnë vitalitet dhe fokus gjatë ditës. Përfitime. Rrit energjinë dhe qëndrueshmërinë, përmirëson kujtesën dhe fokusin, ul lodhin kronike, forcon imunitetin. Për përdorim praktik, nëse keni ditë të gjata pune ose studimi, ose jeni ndjerë të lodhur disa ditë rresht, pini ginseng në mëngjes për një fillim të fortë. Përgatitja. Një lugë çaj ginseng të tharë. 250 ml ujë të nxehtë. Lëreni 10 minuta. Kombinim: ginseng plus mjalt për një nxitje natyrale energjie. Çaj kanell. Çaj me kanell është ngrohës, aromatik dhe shumë i dobishëm për energji të qëndrueshme gjatë ditës. Përfitime. Stabilizon sheqerin në gjak, përmirëson qarkullimin, ulurinë emocionale dhe sheqerit. Jep të ndjesi ngrohtësie dhe qetësie. Shembull praktik. Në ditët e ftohta kur ndiheni të lodhur dhe pa motivim, një çaj kanelle ju ngroh dhe ju jep freski. Përgatitja. Një shkop kanell. Zjeni 10 minuta. Kombinim: kanell plus xhenxhefil për energji dhe metabolizëm. Nenenxhik. Nenenxhiku është freski natyrale për trupin. Ai lehtëson tretjen dhe relakson muskujt e stomakut. Përfitime: zbut fryrjen dhe gazrat, freskon trupin, qetëson mendjen. Mund të ul tensionin e lehtë emocional. Shembull praktik. Pas ushqimit, nëse ndiheni të rënduar ose të fryher, një çaj nenenxhiku ju ndihmon të ndiheni shumë më mirë. Përgatitja. Gjethe nenenxhik, ujë të nxehtë. Lëreni 8 minuta. Kombinim: nenenxhik plus limon për freski të pastër. Çaj hibiskus. Hibiskusi është çaj i ngjyrës së bukur të kuqe dhe shijes së lehtë acidike. Ai është shumë i pasur me antioksidant dhe freskon trupin. Përfitime. Rrit energjinë natyrale, përmirëson qarkullimin e gjakut, ul ndjesinë e lodhjes. Shembull praktik. Në ditët e nxehta ose kur ndiheni të lodhur fizikisht, një çaj hibiskus i ftohtë ju rigjallëron. Përgatitja. Një lugë hibiskus, një gotë ujë të nxehtë. Lëreni 10 minuta. Kombinim: hibiskus plus trëndafili egër për imunitet dhe freski. Çaj trëndafili egër. Trëndafili i egër është njohur për sasinë e lartë të vitaminës C dhe antioksidantëve, të cilët ndihmojnë në forcimin e trupit. Përfitime: forcon imunitetin,
jep energji të butë dhe të qëndrueshme. Përmirëson lëkurën dhe shëndetin e përgjithshëm. Shembull praktik. Nëse po ndiheni të lodhur ose po shëroheni nga gripi, një çaj trëndafili të egër mund t'ju ndihmojë të rimerrni forcën. Përgatitja. Një lugë frut trëndafil të egër. Zjeni 10 minuta. Kombinim: trëndafili i egër plus hibiskus për imunitet dhe freski. Ju falenderoj që ishit me mua sot. Nëse ju pëlqeu përmbajtja, bëni subscribe dhe shpërndajeni videon për të ndihmuar edhe të tjerët. Shihemi në videon tjetër.